KQZ ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve për 3 qarqe të tjera, konkretisht për qarkun e Tiranës, ku Partia Socialiste mori 19 mandate, PD 13, 2 Partia Mundësia dhe nga 1 mandat Lëvizja Bashk, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet dhe PSD. Po ashtu rezultatet u certifikuan edhe për qarkun e Elbasanit, ku PS mori 10 mandate e Partia Demokratike 4. Po ashtu u miratua edhe tabela përmbledhëse për qarkun e Durrësit, ku Partia Socialiste mori 8 mandate, ndërsa PD 6. Opozita, ashtu si me qarqet e tjera, kërkoi nga kryekomisioneri Lirian Celibashi që të mos certifikonte rezultatin as për Tiranën, Durrësin dhe Elbasanin. Në lidhje me këto 3 qarqe që sot do të tabulohen rezultatet, do të miratohen nga ana juaj, ne do të kërkonim të mos shpalleshin ende rezultatet për sa kohë, dhe mos miratoheshin ato për sa kohë ne nuk na janë vënë dispozicion të plota ato dokumenta që kemi kërkuar sa i takon votës së diasporës, pra jo vetëm për Greqinë, po edhe për vendet e tjera ku qytetarët shqiptar kanë pasur mundësi të votojnë nga diaspora për herë të parë këtë vit, dokumenta që vërtetojnë se çdo zgjedhësi ka shkuar personalisht në adresën e regjistruar në KQZ vota e tij. Por, paralelisht me këtë, zoti komisioneri, bëjmë dije që mbrëm, ne kemi depozituar në protokoll një kërkesë në lidhje me të gjitha ato qarqe që janë miratuar nga ju. Nëse do të miratohen dhe këto 3 qarqe sot, pra rezultatet në këto 3 zona zgjedhore, do të donim që ajo kërkesë që përmban 5 pika për 5 dokumentacione të ndryshme, do të donim që ta keni parasysh edhe për këto 3 qarqe, pra për Elbasanin, Durrësin dhe Tiranën, sepse kemi kërkuar dokumenta që kanë të bëjnë e para me kryqëzimin e dhënave të PEI-t për gjithë qarqet praktikisht, për gjitha zonat zgjedhore, sepse do na duhen si prova për ankimimet tona, po kryqëzimin e dhënave për çdo qark. Kemi kërkuar dokumenta të tjera që kanë të bëjnë me auditimin e listave të atyre zonave zgjedhore. Kemi kërkuar po ashtu dhëna të tjera zyrtare që kanë të bëjnë me proces verbalet. Kërkojmë që të na vini në dispozicion sa më shpejt jetë e mundur kopjet e njësuara të proces verbaleve të gjitha KZAZ-ves të çdo zone zgjedhore, po ashtu proces verbalet që mund të mbajtur proces verbalet e veçanta në çdo qendër votimi për çdo të ndara sipas zonave zgjedhore. Celibashi u kundërpërgjigj se institucioni që ai drejton e ka detyrim të miratoj tabelat përmbledhëse për rezultatin e votimit jo më vonë se 48 orë nga dorëzimi i tyre në KQZ. Kemi si të dhënë faktin që për votimin nga jashtë për shtetasit shqiptar banues në Greqi është dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dokumentacioni i plot, dhe këtë do t'ja vëmë njërë në dispozicion. Ndërkohë do të përgatisim dokumentacionin e kërkuar sipas jush edhe për këto 3 qarqe, në vijim të asaj çfarë keni kërkuar për qarqet e tjera. Por duke qenë se jemi në detyrimin për të miratuar tabelat e rezultatit, jo më vonë se 48 orë nga momenti që janë depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, jemi detyruar që të vazhdojmë me procedurën e miratimit. Tashmë opozitës i ngelet të ankimoj vendimet në KAS dhe më pas nëse KAS i rrëzon pretendimet e tyre, hallka e fundit është kolegji zgjedhor.